Kurani është libri i Zotit, të cilin nuk duhet ta lexojmë do si do. Në shumë vende në Kur'anin famall, Allahu i Madhruar kërkon prej nesh që leximin ta bëjmë me meditim dhe përsëritje. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk përsëritin rreth Kur'anit, sepse po të mos ishte prej Zotit, në të do të gjenin kundërthënie të shumta. Po kështu në një ajet tjetër kuranor, Allahu i Madhruar thot: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky Kur'an që ne ta shpallëm ty Muhammed është i bekuar, që ti meditosh ajetet e tij dhe që mendarët të marrin mësim prej tij. Pra, qëllimi kryesor pse Zoti i Madhruar na urdhëron neve që ne ta meditojmë Kur'anin, të përsëritim rreth domethënieve të tij, është që nëpërmjet kësaj ne të arrijmë në përfundimin se Kur'ani pa asnjë diskutim është libër prej Zotit, është libër i shenjtë, është libër në cilin nuk ka kundërthënie, dhe e dyta që ne nëpërmjet mësimeve të tij ta ndreqim jetën tonë, ta rregullojmë jetën tonë. Pra, Kur'anin duhet ta lexojmë me meditim. Ndonse ne jemi në Ramazan dhe dietarët musliman kanë preferuar që në rastet kur ne jemi në vende të bekuara, si për shembull në Mekë dhe në kohë të çmuara, si për shembull në Ramazan, lejohet që besimtarët ta lexojnë më shpejt dhe më shumë Kur'anin. Megjithatë, ajo që do doja ta përcjell si këshill është që nxitimi të mos bëhet në atë formë që të mos ndalemi fare tek kuptimet e Kur'anit. Për arsye se mos ndalja tek këto kuptime dhe leximi formalisht i Kur'anit nuk është tipar që lëvdohet shumë. Në një prej thënieve të tij, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: "Sayakhruju aqwamun yashrabuna al-Qur'ana ka-shurbihim al-laban." Do të vinë disa njerëz të cilët do ta lexojnë rrjedhshëm Kur'anin, mu ashtu siç qumshti rrjedh në gjuhët e tyre. Kjo rrjedhshmëri nuk është në kontekst pozitiv, por është në kontekst negativ. Pra, njerëz që lexojnë shpejt atë dhe edhe pse lexojnë mirë, pra i artikulojnë dhe i nxjerrin gjermat ashtu siç duhet shqiptuar, megjithatë nuk lëvdohet kjo punë e tyre për faktin se nuk janë dalur tek meditimet e kuptimeve kuranore. Pra, ta lexojmë Kur'anin, të ndalemi tek domethëniet e tij, të ndalemi tek kuptimet e tij, në mënyrë që ta ndërtojmë veten tonë, ta ndërtojmë jetën tonë. Për arsye se ajeti që ne e lexuam në fillim, e fela yatadabbaruna al-Qur'an, a nuk meditojnë rreth Kur'anit, është një çortim cilin Zoti u ka bërë, siç kanë thënë dietarët, munafikëve. Pra, ne duam ta lexojmë Kur'anin, të udhëzohemi me Kur'anin dhe nuk duam të përngjasojmë me askë. Për ne Kur'ani është libri i Zotit, cilin e lexojmë për adhurim, me cilin e rregullojmë, e ndreqim, e ndërtojmë veten tonë. Prandaj edhe pse jemi në kohë të bekuara, le ta lexojmë shumë Kur'anin, por gjithsesi ta lexojmë edhe me meditim. Zoti ju shpërblet.